Zëvendës kryeministre Belinda Balluku ka vendosur diktatin e saj për listën e kandidatëve për deputet në qarkun Fier, duke përjashtuar gardën e vjetër, mes të cilëve Erion Braçën, Petro Koçën dhe Baftiar Zeqen, si dhe mbështetësit e kryebashkiakut Armando Subashi. Ndërkohë, në krye të besuarve të saj është Seno Klosi, ish drejtori i tatimeve, i denoncuar nga opozita për afera korruptive dhe një vizitor i rregullt i SPAK. Më pas vjen ministri i financave Petrit Malja, i cilësuar si i besuar i saj në kabinetin qeveritar, që tashmë do të mbulojë zona të cilat i mbulonte dikur Erion Braçe. Një tjetër drejtor që zbarkon në Fier është edhe Klevis Jahaj, aktualisht drejtori i Akum, teksa më herët ka qenë drejtor në OST Tiranë. Në listën e Fierit, pjesa më e madhe e kandidatëve janë vartës direkt të Balluku, që prej muajsh kanë zbarkuar nga Dibra në Fier. Sami, qartësisht dhe lehtësisht mund të verifikohet të paktën kjo pjesë me qenë se jemi në fushat elektorale, pavarësisht dosjeve të dorëzuar tashmë që kërkonin kohë nga prokuroria për të hetuar deri në fund. 191 kodit zgjedhor e thot qartësisht që nuk lejohen përdorimi në fushata zgjedhore dhe për efektet të fushatave zgjedhore, asetet e luajshme dhe paluajshme dhe burimet njerëzore publike. Dhe ka dhe dënime për këtë gjë, domethënë dënime që shkojnë në rastin më të lehtë shkojnë 3 muaj burg deri në 5 vite burg në rastet kur identifikohen këto gjëra. Tani SPAK-u ka lançuar një strategji për krimin zgjedhor, të cilin e ka zhvilluar ose e ka shpallur gjatë muajit janar dhe gjatë muajit shkurt ka pas një fazë kishim në strategji parashikoi një fazë përgatitore si thua implementimit të strategjisë. Në mars ata duhet të kenë rekordet e tyre. Duhet të kenë rekorde për shkak se mjaftojnë vetëm denoncimet e opozitës që janë bërë në lidhje me përdorimin e aseteve publike për efekt të fushatës zgjedhore, janë të mjaftueshme për të nisur hetime të bollshme dhe të bereqetshme në kuptimin e SPAK-ut. Domthonë dosje të fryra. Ndërkohë që qoftë KQZ-ja, qoftë SPAK-u kanë një formular të thjeshtë për të mbushur me të gjitha rastet kur një qytetar, po jo vetëm qytetar, po kushdo organizat, parti politike denoncon shkeljet. Duke nisur nga historia e krimeve zgjedhore të raportuara në SPAK që nga viti 2021 deri në vitin 2024. Kemi gjithsejt 110 raste të denoncuara, 110 padi për krime zgjedhore. Por fakti është se përgjatë këtyre 4 viteve janë shqyrtuar ose janë në proces gjykimi vetëm 14 raste. Janë edhe 22 raste të tjera, të cilat janë në proces hetimi, por ndërkohë të gjitha të tjerat, pra i takon rreth 1/3, pak më shumë se 1/3, ose janë pushuar, ose janë transferuar, ose janë bashkuar. Pra si vjet të SPAK-ut që trumpetuam me 14 çështje, duke nisur për 4 vite i takon që të jenë trajtuar vetëm nga 3 çështje në vit nga ana e SPAK-ut. Ndërkohë që SPAK-u trajton në vit mesatarisht 100 çështje, 100 dosje. Do të thotë vendi që i ka lënë krimeve zgjedhore është relativisht i vogël. Dhe 22 çështje janë ende në proces hetimi, që do të thotë se janë çështje që i përkasin tash me backlogut, por duke pas parasysh sasinë e backlogut në SPAK. Backlogu, stoku i çështjeve në SPAK është shumë i vogël. Pothuajse prej 2 vitesh nuk krijohet më nuk krijohet stok, sepse ata arrin 100% atë masën e trajtimit të çështjeve që hyn brenda një viti. Dhe i takon që stoku diku të jetë diçka tek 100-150 çështje për 4 vite, i mbledhur domethënë deri në fillim të 2025-s, çfarë do të thotë se 22 çështje janë diçka afërsisht 20% e stokut. Po 20% e stokut të çështjeve të cilat trajtohen nga SPAK-u, të jenë vetëm për krimin e zgjedhor, më duket një numër shumë i lartë. Kështu që duket që nuk ka pasur vëmendje. Të faktën në këto 4 vite nuk ka pasur vëmendje, por nuk është nevoja të bëjmë gjithë të kalkulim shifra, sepse mjafton t'i kthehemi historisë 2 dosjeve 184, 339, të cilat lidheshin tërësisht me krimin zgjedhor dhe lidhin krimin zgjedhor me qeverinë, me administratën, me bandat kriminale dhe po të kishte ndodhur që ata ta shqyrtonin këtë çështje, sot nuk do ishin duke biseduar për këto gjëra. Këto gjëra do kishin marrë fund në këtë. Në një mënyrë ose në tjetër mendojnë që ky vullnet do jeti munguar edhe në këtë rast. Megjithatë opozita nuk ka rrugë tjetër, jo do denoncojnë, do të çojnë për një SPAK. Unë besoj që SPAK-u do bëjë një bilanc, sepse ka një muaj që po merret me këtë çështje dhe praktikisht ka ngelur edhe një muaj tjetër. Ata kanë caktuar një prokuror të SPAK-ut për çdo qark, të shoqëruar edhe me prokurorë të prokurorive të rreteve, po edhe me hetues të BKH-s, si edhe me ndihmësa ligjor, të cilët janë të nevojshëm në raste të tilla, ndihmës ligjore dhe financiare, të cilët janë staf i BKH-s dhe i SPAK-ut qendror. Kështu që ata tani kanë edhe burimet njerëzore
të mjaftueshme, kanë edhe strategjinë, kanë edhe kuadrin ligjor, kanë edhe paditë të pafundme të drejtuara nga dhe unë po them pafundme, ndoshta kjo pafundme mund të krijojë një problem, për shkak se krijohet një sasi e madhe dosjesh dhe kjo mund të përshërbesë justifikim sepse kishim një numër të madh dhe ishte shumë vështirë për ti qarkulluar dhe për ti shqyrtuar secilin prej tyre. Po megjithatë, secili prej atyre është aq profesionist sa ta nuhas se cila çështje është për të bërë çështje, ka një problem. Në momentin që ti pohon me forcë prej shumë kohësh që ngrihet task forca që në janar për krimin elektoral, ti e ke marrë parasysh këtë gjë. Dhe nëse ka një provë që duhet t'ja japësh, do japësh eksaktësisht për këtë zgjedhje. Se nuk presim që task forca e ngritur në janar ta bëj këtë gjë për zgjedhjet e 2029. Sepse nëse e zëm se task forca do vijojë të flasë ose do vijojë të trajtojë çështje pas zgjedhjeve. Efekti i këtyre trajtimit të këtyre çështjeve do të jetë pothuajse zero, në raport me këtë rezultat zgjedhor. Pra ka ndodhur ndërkohë zgjedhjet janë dhe ndoshta do vazhdohet me të njëjtin ritëm siç është vazhduar për gjatë viteve 2021-2024. Në fakt Balluku, për të qëndruar pak brenda llojit, do doja edhe këtë Adriana të jepje pak, sepse është një lajm i cili ka qarkulluar shumë në ditët e fundit, por jo vetëm, duke patur parasysh që mori edhe një territor goxha të ndjeshëm edhe për brenda atij që kishte qenë domen në fakt i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, që u mor nga zonja Balluku, por edhe shqetësime që kanë sot banorët lidhur me të tjera ndërtime dhe kulla, ku më sa duket ndikimi i zonjës Balluku është jo i vogël. Shohim dyshin?